Prurjet e larta të lumit Vjos gjatë natës kanë shtuar prezencën e ujit në 21 banesa në fshatin Ferras të Bashkisë Fier. Banorët tregojnë dome të pësuara në sipërfaqe të konsiderueshme, të kultivuara kryesisht me ullinj, shpesh të rrëmbyer nga vëshimi i lumit, por edhe dome në bazën ushqimore të bagëtive. Të friksuar nga dalja e shtratit të lumit, banorët kanë marrë masat e nevojshme, ndërsa nuk janë përgjigjur thirrjes për evakuim nga autoritetet përkatëse, të cilat kanë monitoruar situatën në terren përgjatë gjithë natës. Erdhëm prapa të ushtrisë, ne do vish, haj do të majmë netha se se le. Ore të keqja në letë mytë, që të vaj jetën, në të shumë, me më kërkoni mo jetë, jo, nuk të le njëri të vetë, britesh apo të mbytesh. Pra, ju bën thirrje edhe për evakuim apo jo? Po bëjmë 3-4 ditë, kyma falë zoti. Këtu brenda. Shumë jemi të friksuar se kemi male, kemi... Ju kanë bërë thirrje për evakuim? Në kanë bërë ata të bashkisë. Kanë gjithë natën breme dhe sot, gjithë ditën. Ju gjithë natën keni qenë në alert apo jo? Në alarm. Po të ishem ata në kanalit, më vinte ujtë komplet, më mbysë të kanali. Kurse sot, jam mirë, nuk ka ati. Edhe djali ka bërë mbushje këto. Edhe nuk e zurim për mbytja. Ndërkohë, shohim që toka bujqësore është në ujë. Po, ka 6 dylym i kam hasull poshtë, i ka përmbytur ujtë. Edhe 2 dylym jonç, edhe ullinjtë këtu, janë të përmbytura. Sipas kryeplakut të fshatit Ferras, Zani Hyka, 19 prej këtyre banesave janë të banueshme, por ndodhen brenda argjinaturës së lumit dhe prezenca e ujit është e pashmangshme. Gjendja deri në këto momente që po flasim është alarmante, por jo në pikat kritike të përmbytjes. Ka prezent ujit për rreth familjeve që janë në buzën e lumit, por për banesa tani për tani nuk ka rrezik të madh për përmbytje të familjeve. Sa prej këtyre banesave janë të banuara dhe sa të pabanuara? Të banuara janë rreth 19 banesa që banojnë njerëz dhe 5 apo 6 banesa të tjera që janë emigrantë që janë të pabanueshme. Të banueshme janë të mbyllura, janë shtëpi të mbyllura. Pavarësisht se nuk është futur ujë brenda në banesa, apo është bërë thirrje këtyre banorëve që të evakuohen? Thirrje është bërë që para 24 orësh pa ardhur, pa dalë lumi, është bërë thirrje në çdo person të fshatit, si jashtë territorit që zë lumi dhe brenda territorit që nuk zë lumi, domethënë përfshihet përmbytja. Pavarësisht se lumi Vjosa ka filluar rënien e nivelit të shtratit, sërish banorët ndihen në alarm dhe të friksuar për përkeqësim të mëtejshëm të situatës, duke patur parasysh edhe eksperiencën e viteve të kaluara. Lumi Vjos nuk ka dalë nga shtrati prej disa vitesh, ndaj kjo situatë i ka gjetur tërësisht të papërgatitur banorët e zonës, të cilët e mendonin problematik tërësisht të kaluar.